Të lëkurës doktoresh në mënyrë që edhe ne vetë ta dim pak një krahasjen ta bëjmë? Melanoma është më i rrezikshëm. A kupton? Sepse metastazon më lehtë. Pastaj kemi edhe quhen melanoma dhe kanceret jo melanotike. Domethënë kanceret që nuk kanë ngjyrë, janë këta tjerë, që nga këta tjerë prap ka të rrezikshëm. Ose spinalioma është Merkel cell karcinoma që prap janë të rrezikshëm. Po, kur një puqër, do më thone del, gjakos, do më thone bardh, ma shumë frikohen edhe lajmëron tek mjeku, sepse kur është një ndryshim i zi, që edhe nëse ndryshon, frikohen shumë. A kupton? Prandaj dallimi mes tyre është janë ndryshimet e zeza edhe jo të zeza. Edhe pse nuk ka vit të prerë, sepse edhe melanoma ka disa ftyra, mund t'jeti kuqrem,